Nga Gjergj Zefi. Në një kohë kur bota duket gjithnjë më e përçar, ku luftrat, krizat e besimit dhe rivalitetet gjeopolitike po zëvendësojnë gjuhën e arsyes, vizita e Papës në Algjeri nuk mund të lexohet si një lëvizje e zakonshme protokollare. Ajo është një vizitë me peshë politike, morale dhe diplomatike. Nuk është thjesht një udhëtim i një udhëheqësi fetar në një vend me shumicë muslimane, është një mesazh i qartë për një botë që po humb aftësinë për të dialoguar dhe pikërisht këtu qëndron forca e saj reale. Algjeria nuk është zgjedhur rastësisht. Është një vend që mbart në vetvete tensionin mes historisë koloniale, identitetit islam, afërsisë me Evropën dhe peshës së Afrikës së Re që po ngrihet në skenën globale. Në këtë pikë, takimi mes qytetërimeve Vatikanit nuk i duhej një vizitë simbolike për konsum mediatik, por një akt i menduar mirë, me një kontekst të fortë strategjik. Kur Papa shkon në Algjeri, ai nuk flet vetëm për fen, ai flet për rendin botror, për bashkëjetesën, për krizën e komunikimit mes botëve që sot e shohin njëra tjetrën me dyshim. Në thelb, ky udhtim është një deklaratë se Afrika nuk është më periferi e interesit ndërkombëtar, përkundrazi, ajo po shndërrohet në një hapësirë vendimtare ku do të luhet një pjesë e madhe e së ardhmes politike, fetare dhe demografike të botës. Kjo është diçka që fuqitë e mëdha e kanë kuptuar prej kohësh dhe po veprojnë në përputhje me të. Por ndryshe nga të tjerët, Vatikani nuk hyn në këtë terren me gjuhën e forcës, të imponimit apo të interesit ekonomik. Ai hyn me një instrument që shpesh në vlerësohet nga politika e ditës, autoritetin moral dhe diplomacinë e heshtur. Kjo diplomaci është më e fortë se sa duket. Ajo nuk kërcënon, nuk shantazhon, nuk vendos kushte, por pikërisht sepse nuk e bën këtë, krijon hapësira që aktorët e tjerë nuk arrin dot t'i hapin. Në një botë ku pothuajse çdo komunikim ndërkombëtar është bërë ashpër, cinik dhe i ftohtë, fakti që Papa zgjedh të flasë nga Algjeria për respektin, bashkëjetesën dhe urat mes feve është një goditje e heshtur ndaj logjikës së përplasjes. Ai po thotë, pa e artikuluar me tone dramatike, se pa dialog ndërfetar nuk mund të ketë stabilitet politik afatgjat. Dhe kjo është një e vërtetë që shumë qeveri e din, por pak prej tyre thonë me qartësi. Vizita në Algjeri vjen si një kujtesë se feja, nëse përdoret si urë dhe jo si armë, mund të jetë faktor stabiliteti në një kohë pa sigurie globale. Ky është ndoshta mesazhi më i fortë i kësaj lëvizjeje në epokën e identiteteve të mbyllura, të populizmave agresiv dhe të instrumentalizimit të fesë për qëllime politike. Papa po projekton një qasje tjetër. Besimi nuk duhet të jetë kufi, por kanal komunikimi. Dhe zgjedhja e Algjerisë bën këtë tezë edhe më të fuqishme, sepse vendos në qendër të vëmendjes një hapësirë ku historia, kujtesa dhe përplasjet e së shkuarës mund të kishin justifikuar lehtësisht distancën, jo afrimin. Në planin më të gjerë, kjo vizitë është edhe një sinjal për vetperëndimin. Është një kujtesë se marrëdhënia me botën islame nuk mund të ndërtohet vetëm mbi sigurinë, frikën dhe menaxhimin e krizave. Ajo duhet ndërtohet edhe mbi respektin, pranimin e ndërsjellë dhe guximin për tyr në territoret të vështira me gjuhën e mirëkuptimit. Në këtë kuptim, Papa po bën atë që shumë diplomaci shtetërore nuk kanë më luksin ose vullnetin ta bëjnë, por i kthen dimensionin etik në marrëdhëniet ndërkombëtare. Për Shqipërinë kjo vizitë ka një domethënie të veçantë, jo sepse jemi drejt për drejt pjesë e këtij zhvillimi, por sepse modeli ynë i bashkëjetesës fetare përputhet me mesazhin që po artikulohet nga Algjeria. Shqipëria ka një kapital politik e moral që shpesh e përdor vetëm për retorik festive, por jo si instrument serioz diplomatik. Nëse bota po kërkon shembuj të mundshëm të armonisë mes besimeve, ne kemi një histori që mund të flasë me zot të lartë. Problemi është se ende nuk kemi mësuar ta kthejmë këtë histori peshë reale ndërkombëtare. Ndoshta pikërisht zhvillime si ky duhet të na zgjojnë nga vetkënaqësia folklorike. Në fund, vizita e Papës në Algjeri nuk do ta ndryshojë hartën e krizave globale, por do të lërë një gjurmë më të rëndësishme. Do t'rregojë se në një botë të lodhur nga përplasja ekziston ende hapësira për një diplomaci që nuk bërtet, por godet fort, një diplomaci që nuk lëviz tanke, por ide, një diplomaci që nuk prodhon spektakël, por mesazh. Dhe mesazhi nga Algjeria është i qartë, atje ku politika ngremure, dialogu ka ende fuqinë të hap porta. Nëse bota vazhdon të mos e dëgjojë këtë gjuhë, atëherë nuk do të jetë se i mungojnë sinjalet, por sepse i ka humbur vullneti për t'i kuptuar.